institucionet, kur shqiptarët lëshuan shkollat, universitetet dhe filloi një situatë krejt tjetër, kohë kur fillon një udhëheqje e Kosovës përmes policisë. Në vitin 1992 është formuar Fondi për të drejtën humanitare, që në atë kohë sistematikisht ka përcjell të drejtat e njerëzit. Një nga gjërat më të kënaqshme për mua ka qenë kur një herë ka marrë një telegram nga Fehmi Agani për një raport tonin që ka ndjekur se çfarë po ndodh në vitet 1994-95, pasi një numër i madh i njerëzve ishte ftuar në biseda informative dhe më pas ne kemi folur me një numër të madh të këtyre njerëzve. Në atë kohë kemi parë se çdo kush që ka pasur një bindje politike dhe ka besuar se Kosova duhet të bëhet republik, ka bartur pasoja të mëdha. Është burgosur, është marrë në pyetje, më pas është shpallur terroristë kështu me radhë. Ne kemi bërë një raport të detajuar, të dokumentuar, të saktë dhe preciz. Dhe më kujtohet telegrami i Fehmi Aganit, i cili thoshte se e ka lexuar dhe nuk ka asnjë gabim në asnjë të dhënë, dhe që ky ka qenë raporti më i mirë që është publikuar ndonjëherë për Kosovën. Normalisht ne vazhduam dhe më 1997 është hapur zyra në Prishtinë dhe Nora Ahmeti ka qenë drejtuese e saj dhe në 1999. Menjëherë pas fillimit të bombardimeve zyra është thyer dhe janë marrë kompjuterat. Unë kam pasur shumë problem se si personeli i punësuar do të dilte nga Prishtina, sepse ka qenë shumë e rëndësishme që të largoheshin. Një pjesë shkua në Maqedoni, një pjesë erdhën me mua për në Beograd dhe më pas për Maltëzi dhe një pjesë për Hungari. Në atë kohë gjatë bombardimeve të NATO-s kam qenë shumë shpesh në Kosovë dhe kam parë ato që nuk mund të shihej përmes televizorit, ajo që vështirë mund të merrej me mend. Kam parë atë frikë, atë polici që jo vetëm është sjell si një forcë, një formacion që ka të drejtë në gjithçka, por dhe ato plaçkitje për ndjekje të banorëve, kështu që për mua ka qenë e vështirë të heshtë dhe kam konsideruar se duhet të flas. Kur jam kthyer nga Kosova çdo herë kam shkruar shkrime të shkurtra dhe i kam quajtur si letra miqve. Askush nuk ka dashur t'i publikoj, por unë i kam hedhur në internet në mira adresa për mira njerëz. Çfarë keni parë? Çfarë ka ndodhur gjatë asaj kohe dhe si ka qenë situata në atë kohë në Kosovë dhe në Serbi? Së pari kam parë për ndjekjen e njerëzve. Kam parë njerëzit nga Vushtria dhe ndalova i pyeta, pse njerëz po shkoni? Na përndjekën, thanë, po ku shkonin nuk e dinin dhe thoshin që do të mundohen të shkojnë diku në Shqipëri, ku do t'i lejonin të kalonin. Më pas kam shkuar në fshatin Bella Çorkv dhe aty njerëzit janë përzënë dhe duhet të shkonin. Kanë qenë gjëra evidente. Ka pasur një frikë. Njerëzit nuk kanë mundur të dalin nga shtëpit. Dëgjoheshin zëra vazhdimisht se dikush është vrarë. Pastaj dëgjoj që në Krush një numër i madh i njerëzve është vrarë. Normalisht në atë kohë nuk kam guxuar të shkoja, sepse kushdo ka shkuar në Krush, ai do të njihej si dikush që ka ardhur për të hetuar diçka, të vej deri te dëshmitarët. Gjithçka e kam shkruar në letër, por ka qenë një situatë e mbushur me frikë, me pritje të vazhdueshme që dikush do të të trokas në derë, do të shtijë, një frikë dhe një pritje e vazhdueshme. Kjo ka qenë gjendja e një frike të madhe, saqë më 17 mars, kur u shpall pavarësia, më zhdukur se është një ndërprerje formale e kësaj frike. Fatkeqësisht në Serbi nuk ka pasur asnjë zë të gatshëm për ta thënë atë që me dekada ka ndodhur. Ky ka qenë një presion nga viti 90 deri më 99-ën. Me bombardimet e NATO-s erdhi ndarja përfundimtare dhe shpar që s'ka asnjë lidhje institucionale dhe që Serbia ja ka dorëzuar Kosovën Bashkësisë Ndërkombëtare. Pas kësaj nuk ka fjalë për atë që Kosova mund të quajë më si një vend që i takon Serbisë. Çfarë do të mbani mend më së shumti nga ajo kohë? Pas tog vremena, iz tog vremena pamtit ću taj strah. Nga ajo kohë do të mbaj mend këtë frikë. Kur nuk kam parë frikë më të madhe se sa te njerëzit në Kosovë. Më kujtohet gjatë kohës së bombardimeve, te miqtë e mi unë kam arritur në atë mënyrë që dikujt i dërgoja një porosi, më pas ata hapnin derën, ndryshe askush nuk ka dalë në rrugë. Të gjithë kanë ndenjur në banesa mbyllur, kanë pritur nëse vjen policia, çfarë do të ndodhte. Askush nuk ka mundur të vendosë të niset për diku, të niset për Maqedoni. Do të mbaj mend ato biseda pas dyerve të mbyllura. Më kujtohet që shpesh kam kaluar në për disa ubore për të arritur te miqtë e mi, dhe gjithnjë jam befasuar se si në secilën shtëpi, gjithnjë mund të gjendej diçka e mirë për të ngrënë për darkë apo drek. Më kujtohet që te disa miq të mi arkitekt në Prishtinë, një pasdite ka qenë kështu njësoj. Ka qenë 7 maj, dita kur në fakt është vrarë Fehmi Agani. Në shtëpinë e tyre kishte ardhur një njeri dhe thoshte se një grup që ka dashur të shkonte me tren për në Maqedoni është kthyer nga fushë Kosova.
dhe që të gjithë ndodhen diku në qytet, dhe se në mes tyre ka qenë edhe Fehmi Agani. Por askush nuk e ka parë më pasi janë kthyer në Prishtinë. Ditën tjetër jam kthyer në mal të zi duke mos e ditur çfarë ka ndodhur, por pas 2 ditësh e kam kuptuar që në atë kohë Fehmi Agani është ndarë dhe është marrë. Ky ka qenë momenti më i tmerrshëm. Ashtu sikurse kur më 24 mars më ka zgjuar në Kibe Kelmendi rreth orës 2 të mëngjesit dhe më thotë që e kanë marrë Bajramin dhe fëmijët dhe më pyet çfarë të bëj. I them thirrë policin. Ajo më tha se i ka marrë, por ata thonë se nuk dinë asnjë gjë. E pyesa ai një dikë nga sigurimi i shtetit, thirrë dikë. Gjithnjë kam menduar çfarë ka bërë më pas. Në shtëpinë e saj ka qenë nusja me 2 fëmijët e vegjël dhe Bajrami me 2 djemtë është marrë. Pas 2 ditësh ajo është ftuar të shkojë në spital pasi janë gjetur trupat. Mendoj se kjo thirrje e saj, fjalët për marrjen e Bajramit do të më mbesin përgjithmonë, dhe ajo që janë kthyer ata njerëz, por Fehmi Agani nuk është kthyer kurrë më. Me këtë tjetër keni qenë në kontakt në Kosovë në atë kohë? Pa to su bili moji prijatelji, sećam se da sam vrlo često... Kanë qenë miqtë e mi. Më kujtohet që shumë shpesh në atë kohë e kam parë duke gjin Goranin që ka mbetur në Prishtinë. Abdyl Ramën që fatkeqësisht ka vdekur pas luftës me një herë. E kam takuar dhe herën e fundit e kam parë që nuk është mirë. E kam pyetur çfarë ka, por më tha që ka një dhimbje koke, por asnjëri nuk i kemi dhënë një rëndësi. Më pas 3-4 javë pas luftës ka vdekur. Jam munduar të vi deri te Veton Suroi, i cili ishte në Prishtinë, por kam menduar se është më mirë të mos e kërkoj. Shpesh kam qenë te prindrit e Nora Ahmetit. Më pas kam marrë vesh se gruaja e Baton Haxhiut ka mbetur te prindrit në Prizren, dhe ai më ka lutur nëse mund ta sillja në Prishtinë dhe të ikim për në Maqedoni. E kam gjetur, por ajo ka vlerësuar se është më mirë të mos lëviz me fëmijë dhe ka pritur ardhjen e forcave ndërkombëtare. Një nga ditët më të çuditshme ka qenë kur kam shkuar në Gjakov. Mendoj se ka qenë 14 qershori. Më 12 qershor kanë hyrë forcat ndërkombëtare në Prishtinë. Ditën tjetër kam shkuar në Prizren dhe aty ka qenë një festë e madhe. Por kam dëgjuar që edhe 2-3 ditë KFOR-i nuk do të futej në Gjakov. Kam shkuar atje pasi që gjatë tërë kohës së bombardimeve nga NATO-ja ka qenë mbyllur dhe askush nuk është lejuar të futet atje. Unë kam tentuar, por ka qenë e bllokuar. Policia nuk ka lejuar të shkohet në atë rrugë. Kam shkuar në spital ku kam parë një situatë të tmerrshme, ku mjekët kanë pritur që do të vijnë informacione të ndryshme paramilitare. Kanë mbledhur para të lusin për jetët e tyre. Pastaj më kanë lutur të gjej KFOR-in që të vinë në qytet, pasi që kanë pritur që do të ndodhë diçka e tmerrshme. Unë kam shkuar, por kam qenë habitur si ta gjej. Kush do të më dëgjoj mua nëse them duhet të vini në Gjakov? Dikur në rrugë, në mes të Gjakovës dhe Prizrenit, jam takuar me njësin italiane Garibaldi, dhe aty ka qenë një general me një kapel gjigande me pupla, dhe unë i thash që po vija nga Gjakova, ku ka frikë të madhe, policia është ende aty dhe njerëzit mendojnë se do të vijë deri te një hakmarrje e madhe. Ai tha se detyra e tyre është që të shkojnë në Pej, por do të më jepte 2 xhipa me ushtar të vinin me mua e të shohin se çfarë po ndodh atje. Kur arritëm u kam thënë mjekëve që të lajmërojnë njerëzit të dalin nga bodrumet dhe shtëpitë e tyre dhe që kjo do të ketë ndikim, pasi policia do të dorëzohet nga kjo dhe që do të vijë njësia e KFOR-it. Kjo ndodhi vërtet. Për një moment Gjakova ka ndryshuar. Njerëzit kanë dalë me lule në rrugë. Çfarë ka ndodhur në fakt brenda Gjakovës kur ka qenë mbyllur? Pa bilo je strašno puno ubistava. Ka pasur tmerrsisht shumë vrasje. Është djegur pjesa e vjetër, Çarshia. Në Çabrat ka pasur vrasje në qendër. Në Çabrat janë vrarë rreth 100 veta, më pas në fshatra, në meje. Në Varreza kanë qenë ata që janë vrarë, por pak ditë para arritjes së forcave ndërkombëtare, Varrezat kanë mbetur të zbrasta. Pra, policia ka ardhur dhe ka hapur varret duke marrë kufomat. Askush nuk ka pasur ide se sa njerëz kanë mbetur në Gjakov, kështu që në momentin kur kanë filluar të dalin në rrugë, kam qenë e shokuar sa njerëz kanë mbetur. Kjo ngjarje në Gjakov ka treguar në fakt se çfarë do të thotë se kur një numër i madh njerëzish dalin në rrugë dhe tregojnë që nuk friksohen. Madje edhe policia është friksuar që në atë kohë ka qenë në të gjitha ato aksione dhe ka vrarë. Ka treguar sa friksohen nga ata njerëz që kanë dalë me lule në rrugë. Brenda gjysmë ore është ndryshuar situata plotësisht. Nga Gjakova e zbrazur me njerëz të fshehur që nuk kanë guxuar të dalin, për një moment është bërë një qytet me plot njerëz që bënin me dorë, që kanë mbajtur lule dhe kjo ka treguar se asaj frike të madhe dhe asaj lufte i erdhi fundi. Tani jemi 9 vjet pas